Të gjithë të thonë nëse nuk të shkruan, është sepse nuk ka interes. Kjo është një gënjeshtër e plodhë. Heshtja e një burri është shumë më komplekse se kaq. Dhe nëse nuk e kupton çfarë në të vërtetë do të thotë, do të vazhdosh ta interpretohesh gabim. Pas shumë vitesh ndihme për gratë që pyesin veten pse ai nuk telefonon, pse nuk i përgjigjet mesazheve, pse zhduket pa shpjegim, kam kuptuar diçka që më tronditi. Problemi nuk është që ato nuk dinë të lexojnë shenjat, por që u është mësuar të interpretojnë gabim heshtjen mashkullore. Që kur ishin vajza të vogla, u është thënë nëse një burr nuk të kërkon, nuk ka interes. U është mësuar se dashuria tregohet përmes komunikimit të vazhdueshëm, se një burr që të do me të vërtetë të shkruan çdo ditë, dhe të gjitha këto gënjeshtra bëjnë që çdo heshtje të përkthehet si refuzim, çdo pauzë si mungesë interesi, çdo moment pa mesazh si shenjë që diçka nuk është në rregull. Sot do ta sqarojmë këtë konfuzion një herë e mirë, sepse heshtja e një burri nuk është rastësi, as mister pa shpjegim. Është një sinjal i qartë, një pasqyrim i asaj që ndodh brenda tij. Dhe nëse e ndjek këtë video deri në fund, do të dish saktësisht çfarë të bësh kur ai nuk të shkruan pa humbur paqen tënde të brendshme, qendrën apo fuqinë personale. Para se të më thuash, unë e di tashmë këtë, më lejo të bëj një pyetje. Kur ai nuk të shkroi për 2 ditë, a e ruajte energjinë tënde? A nuk e kontrolloje vazhdimisht telefonin? A nuk krijove histori në mendje për atë që mund të po ndodhte? Nëse përgjigja jote është jo, atëherë duhet ta shikosh këtë video deri në fund. Siç thot Carl Jung, çdo gjë që na shqetëson të tjerët mund të na çojë në një kuptim më të thellë të vetes. Stoicizmi mund të ndihmojë të kuptosh distancën e tij pa humbur fuqinë tënde. Dhe këtu është diçka që askush nuk ta thot për këtë filozofi të vjetër, nuk ka të bëjë me të u bërë i ftohtë apo pa ndjenja. Ka të bëjë me ruajtjen e qendrës tënde të brendshme, ndërsa bota përreth teje ndryshon. Kjo mund të tingëllojë e vështirë, por duhet ta dëgjosh ndonjëherë. Heshtja është një taktikë e pavetdijshme për të parë si reagon kur ai tërhiqet. Jo të gjithë burrat e bëjnë me qëllim të keq, por e bëjnë. Dhe ajo që më dhem më shumë ta pranoj funksionon shpesh. A të ka ndodhur ndonjëherë që pas ditësh pa asnjë shenjë jete, të fillosh t'i shkruash mesazhe të rastësishme? Si je? A je mirë? Nuk kam dëgjuar asgjë nga ti. Ti pyet nëse është mirë, shpjegon pse nuk je lajmëruar dhe justifikon pse i ke shkruar. Nëse përgjigjesh me po, atëherë ai sheh pikërisht atë që donte të shihte, që je emocionalisht e varur nga vëmendja e tij. Dhe tani vjen ajo që vërtet më thyen zemrën. Shumë gra të jashtëzakonshme, inteligjente, të suksesshme në profesionin e tyre humbin plotësisht fuqinë e tyre kur përballen me heshtjen e një burri. Gra që drejtojnë biznese, rrisin vetë fëmijët, kanë kaluar pengesa të mëdha, bëhen versione të pasigurta të vetes kur ai nuk përgjigjet në një mesazh. Disa burra qëllimisht apo jo tërhiqen për të parë nëse do t'u vraposh pas, dhe nëse bota jote shembet në mungesën e tyre. Nëse ke nevojë për t'u ndjerë mirë, është si një eksperiment psikologjik i pavetdijshëm, kur reagimi yt u tregon gjithçka që duhet të dinë për fuqinë e tyre mbi ty. Dhe ja çfarë askush nuk ta thot, sa herë që reagon në mënyrë të dëshpëruar ndaj heshtjes së tij, sa herë që ndryshon energjinë tënde për shkak të mungesës së tij, i jep një fuqi që nuk e meriton. E mëson se mund të kontrolloj pa qenë fare i pranishëm. Por tani vjen më e rëndësishmja. Stoicizmi të mëson se vlera jote nuk varet nga kush të kërkon, por nga si e ruan balancën tënde kur askush nuk të kërkon. Një grua që qëndron në qendër kur ai nuk telefonon, që vazhdon jetën e saj normalisht, që nuk ndryshon energjinë për shkak të mungesës së tij, kjo është një grua me forcë të vërtetë të brendshme. E di çfarë ndodh kur një grua nuk reagon ndaj heshtjes? Kur ai kthehet dhe do të kthehet më herët apo më vonë, ai përballet me dikë që nuk e ka pritur. Përballet me një grua që ka vazhduar jetën, ka punuar, ka krijuar, është lidhur me të tjerë. Dhe këtë ndryshim, besoje, ai e ndjen menjëherë. Tregom në komente nëse e ke përjetuar këtë ndonjëherë. A e ke ndjerë ndonjëherë se duhej të dukesh e fortë pikërisht kur ndihesh më e brisht,
sepse pikërisht në atë kontradikt të brendshme ne humbasim fuqinë tonë. Tani vjen një e vërtet që mund të dhembë, por do të çliroj krejtësisht ndonjëherë heshtja e tij nuk është as ndëshkim, as manipulim. Nuk ka fare të bëjë me ty. Thjesht është i zënë me qëllimet, detyrat apo arratisjet e veta. Ai e vendos veten të parin dhe në shumë raste, kjo është pikërisht ajo që duhet të bëjë. Burrat kanë aftësinë të ndajnë gjërat, gjë që për shumë gra është e vështirë për t'u kuptuar. Ata mund të përqendrohen plotësisht në një projekt pune, në një problem familjar apo një qëllim personal dhe gjatë kësaj kohe, marrëdhëniet bien në plan të dy. Jo sepse nuk u intereson për ty, por sepse kështu i përpunojnë gjërat. Kjo mund të jetë frustruese sidomos kur ti i kushton kohë, mendon për të, e përfshin në ditën tënde, gjen momente për t'i shkruar, për të pyetur si është, për ta mbajtur lidhjen dhe ai duket krejtësisht i munguar. Por ja njoja që ndryshon gjithçka. Kjo heshtje është një ftesë e përsosur për t'u kthyer tek vetja. Është universi që të thotë ndërsa ai është në botën e tij, ti ndërto të ëndën. Kur ishte hera e fundit që nuk e mendove për disa ditë nëse të kishte shkruar, kur ishte hera e fundit që ishe kaq e zhytur në projektet e tua sa harrove të kontrolloje mesazhet e tij, kur ishte hera e fundit që u zgjove me entuziazëm të vërtetë, sepse diçka që ishte vetëm e jotja të frymëzonte, jo diçka që prisje prej tij. Këto pyetje janë të pakëndshme, sepse na tregojnë sa shumë mirëqenia jonë emocionale varet nga dikush tjetër. Sa shumë lumturia jonë e përditshme përcaktohet nga sasia e vëmendjes që marrim në vend se nga ajo që ja kushtojmë vetes. Ti nuk je lindur për t'u rrotulluar rreth dikujt tjetër. Ti je një univers më vete, me qëllimet, ëndrat dhe prioritetet e tua. Ti ke një jetë për të ndërtuar, qëllime për të arritur, njerëz për të dashur, përvoja për të jetuar. Ndërkohë që ai është në botën e tij, ti ndërto të ëndën. Ndërsa ai hesht, ti gjej zërin tënd. Ndërsa ai largohet, ti afrohu më shumë me veten. Dhe e di çfarë ndodh kur ti e bën këtë me të vërtetë. Kur ti me të vërtet përqendrohesh në jetën tënde, kur ai kthehet, dhe do të kthehet, ai nuk do të gjej një grua që e ka pritur. Do të gjej një grua të zënë, të fokusuar, me histori për të treguar, projekte për të ndarë, një jetë interesante për të ndarë. Do të përballet me një grua që nuk kishte nevojë për të qenë e lumtur, që nuk e kishte ndalur jetën sepse ai nuk ishte aty. Dhe këtë ndryshim, beso, ai do ta ndjejë menjëherë. Sepse energjia e një gruaje që është e lumtur prej vetes është krejtësisht ndryshe nga ajo e një gruaje që ka nevojë për aprovimin e të tjerëve për t'u ndier mirë. Tani vim te pika që të gjithë e shmangin, por që ne duhet ta shikojmë me guxim. Ndonjëherë heshtja me të vërtetë do të thotë mungesë interesi. E dhimbshme, por e vërtetë. Dhe sa më shpejt ta pranosh këtë, sa më shpejt të ndalosh së luftuari me këtë realitet, aq më parë do të çlirohesh nga iluzionet që vetëm të shterojnë nga energjia. Kjo është ajo që kam mësuar pas vitesh duke vëzhguar gra që kapen pas burrave që qartazi nuk mundohen as pak. Rreziku i vërtet nuk është humbja, por varësia emocionale. Lidhja me një ide, me një potencial, me atë që mund të kishte qenë në vend të asaj që në të vërtet është. E di cili është dallimi mes një gruaje që vuan për vite nga një burr që nuk e vlerëson dhe një gruaje që çlirohet shpejt. Kjo e dyta kupton nëse ai largohet, është sepse diçka më e mirë e pret. Ajo nuk humb kohë duke provuar sa e dashur është. Nuk lodhet duke i dëshmuar vlerën dikujt që nuk është në gjendje ta shohë atë. Gruaja që çlirohet shpejt e di dashuria e vërtet nuk ka nevojë për bindje, për ndjekje pas, për dorëzim të identitetit vetëm për të mbajtur interesin e dikujt tjetër. Dhe tani do të them diçka që mund të duket provokuese, por që duhet ta dëgjosh një burr që humb interesin pa ndonjë arsye të qartë, që thjesht zhduket pa shpjegim, që nuk ka as minimumin e respektit për të ndarë ndjenjat e tij. Ai burr të ka bërë një nder të madh. Ai të ka treguar herët se kush është në të vërtetë, përpara se ti të investosh edhe më shumë kohë, energji dhe shpresë. Ai të ka zbuluar aftësinë e tij për të komunikuar, pjekurinë e tij emocionale, respektin ose mungesën e tij.
Dhe nëse të gjitha këto mungojnë, a dëshiron me të vërtet të ndërtosh diçka serioze me dikë të tillë? Universi ndonjëherë ka mënyra të çuditshme për të mbrojtur. Ndonjëherë kjo mbrojtje vjen në formën e heshtjes. Ndonjëherë përgjigjja më e mirë që mund të marrësh është mungesa e përgjigjes, sepse pikërisht ajo mungesë të thotë gjithçka që ke nevojë të dish. Dhe kjo ndodh kur ndryshon perspektivën, fillon të mos e shohësh më mungesën e interesit si një dështim personal, por si një informacion të vlefshëm. Në vend që të pyesësh çfarë bëra gabim, fillon të pyesësh çfarë më tregon kjo për të. Por ekziston edhe një realitet që nuk mund ta injorojmë. Shumë burra nuk kanë mësuar kurrë si të komunikojnë ndjenjat e tyre në mënyrë të shëndetshme. Heshtja e tyre mund të jetë një mënyrë për të përballur me stresin, konfuzionin e brendshëm ose edhe papjekurinë emocionale. Shoqëria u mëson burrave se të qenit i ndjeshëm është dobësi, se të flasësh për ndjenja është për gratë, se ata duhet t'i zgjidhin gjithçka vetëm. Dhe për këtë arsye, ata tërhiqen kur ndihen të mbingarkuar. Përpunojnë në heshtje, shkëputen, zhduken përkohësisht. Dhe këtu vjen një mësim i rëndësishëm nga stoicizmi: mos e mbaj barën që nuk është e jotja. Luftrat e tij të brendshme, paaftësia për të komunikuar, mënyra se si ai përballet me stresin, kjo nuk është përgjegjësia jote. Nuk duhet ta interpretojsh gjithmonë heshtjen e tij si një refuzim personal. Ndonjëherë heshtja e tij të thotë më shumë për gjendjen e tij të brendshme se sa për vlerën tënde. Një burr mund të jetë duke përjetuar një krizë ankthi dhe të mos di si ta shpjegojë. Mund të jetë duke u përballur me depresion dhe nuk dëshiron të ngarkojë me energjinë e tij të errët. Mund të ketë vështirësi financiare dhe ndjen se nuk ka çfarë të ofrojë derisa t'i zgjidhë ato. Por ja pika vendimtare: ta kuptosh këtë nuk do të thotë se duhet ta tolerosh përgjithmonë. Të kuptuarit nuk është njësoj me pranimin e verbër. Empatia nuk do të thotë se duhet të sakrifikosh nevojat e tua emocionale. Dhe ja çfarë është vërtet përgjegjësia jote të vendosësh nëse dëshiron të jesh me dikë që përballet me ndjenjat në këtë mënyrë. Të vendosësh nëse mund të pranosh faza heshtjeje si pjesë të natyrës së tij, apo nëse ke nevojë për dikë që komunikon emocionalisht më pjekur, sepse të kuptuarit nuk do të thotë tolerancë e pakufizuar. Ti mund të kuptosh pse dikush sillet ashtu dhe njëkohësisht të njohësh se ky sjellje nuk përputhet me atë që ti kërkon në një marrëdhënie. Tani vim te pika më e thellë dhe më transformuese. Në vend që ta shohësh heshtjen e tij si fyerje ose si shenjë që duhet të bësh më shumë, pyet veten nëse kjo nuk është momenti i përsosur për t'u kthyer te vetja për të evoluar, për t'u përqendruar në rrugën tënde, në projektet e tua, në thelbin tënd. Kjo është perspektiva që ndryshon gjithçka. Heshtja e tij si mundësi, mungesa e tij si ftesë, distanca e tij si hapësirë ku ti mund të rritesh. Po sikur të mos e pyesje më veten pse nuk më shkruan, por çfarë mund të krijoj ndërkohë që ai mungon, po sikur në vend që të presësh mesazhin e tij, ti dërgoje vetes mesazhe dashamirëse. Po ta përdorje këtë periudhë heshtjeje për të rilidhur me miket e tua, për të vazhduar kursin që e kishe lënë në mes, për të nisur projektin që gjithmonë e ke shtyr, për t'u kthyer në palestër, për të lexuar libra, për të rizbuluar pasionet e vjetra. Fuqia e vërtet nuk qëndron në kontrollin e sjelljes së të tjerëve, por në zotërimin e reagimit tënd ndaj saj. Ndërkohë që ai hesht, ti mund të bëhesh më e fortë, më e plotë, më interesante. Ndërkohë që ai është i munguar, ti mund të jesh më e pranishme në jetën tënde. Kam parë gra që heshtjen e një burri e kanë shndërruar në katalizator për të ndryshuar plotësisht jetën e tyre. Gra që kanë nisur një biznes, kanë rifilluar studimet, kanë rigjallëruar miqësitë e vjetra apo kanë rizbuluar pasione që i kishin lënë pas dore për hir të një lidhjeje. Dhe kjo ndodh kur një grua transformohet në mungesën e tij, kur ai kthehet dhe gjen përballë një grua më të fortë, më të qëndruar dhe më të përmbushur, ndryshon krejt dinamika. Ti nuk je më gruaja që pret, ti je gruaja që zgjedh. Sepse këtu fshihet një e vërtetë që shumë kush nuk e kupton: burrat ndihen të tërhequr nga gra që kanë një jetë të përmbushur edhe pata. Jo nga gra që kanë nevojë për ta për t'u ndier të plota,
por nga gra që i duan, por nuk i duhet domosdoshmërisht. Kjo është ndoshta pika më e rëndësishme e gjithë videos. Largon shpërqendrimet dhe të lë vetëm me veten, dhe aty lind pyetja më e rëndësishme nga të gjitha: kush je ti? Kur ai nuk përgjigjet, kjo pyetje është brutale por e domosdoshme, sepse të tregon saktësisht ku qëndron fuqia jote dhe ku e ke humbur. A shkatërohesh nga brenda kur ai nuk të shkruan? Ndihesh bosh? Fillon të dyshosh në veten tënde? Bëhesh e pasigurt, e friksuar, e varur? Apo gjen brenda vetes një grua të fortë, të qëndrueshme, të plot me vetveten? Përgjigjja ndaj kësaj pyetjeje përcakton gjithçka. Përcakton si të perceptojnë burrat, përcakton çfarë lloj marrëdhëniesh tërheq, përcakton nëse ke fuqi të vërtetë apo vetëm fuqi të huazuar. Ky është ndryshimi mes një gruaje që jeton nga vëmendja mashkullore dhe një gruaje që jeton nga qendra e saj e brendshme. Njëra shkatërohet në heshtje, tjetra lulëzon në vetmi. Dhe te gra të tilla ndodh diçka vendimtare. Ato rrallë përjetojnë heshtje të zgjatura, sepse burrat e ndjejnë energjinë e tyre menjëherë. E ndjejnë që kjo grua nuk pret me dëshpërim për vëmendje, që ajo nuk shkatërohet kur ai nuk lajmërohet, që ajo ka një jetë të pasur dhe të përmbushur, pavarësisht marrëdhënies. Burrat e ndjejnë kur një grua ka opsione, kur ajo nuk ngjitet pas tyre, kur ajo mund të jetë e lumtur edhe pa ta. Dhe pikërisht kjo energji është magnetike, jo nga mungesa, por nga mbushuria. Fusha e vërtet e betejës së stoicizmit nuk është pushtimi i të tjerëve, por pushtimi i vetvetes. Dhe kur ti arrin këtë, kur bëhesh vetë burimi i pranimit, i paqes dhe i lumturisë tënde, atëherë heshtja e të tjerëve pushon së qeni kërcënim dhe bëhet mundësi. Por më lejo të jem e sinqert me ty: të arrish në këtë pikë nuk është e lehtë. Kërkon punë të brendshme. Kërkon përballje me pasiguritë, frikërat dhe modelet e varësisë emocionale. Do të thotë të ndërtosh një marrëdhënie të vërtetë dhe të thellë me veten. Shumë gra më pyesin si ta bëj që të mos më interesoj më kur ai nuk më shkruan, dhe unë gjithmonë u them të njëjtën gjë: nuk ka të bëj me këtë që të mos të interesoj fare. Ka të bëj me këtë që paqja jote e brendshme të jetë më e rëndësishme se vëmendja e tij. Ka të bëj me ndërtimin e një jete që është aq interesante, aq e pasur dhe aq e përmbushur, sa heshtja e tij nuk mund ta bëj bosh. Ka të bëj me pasjen e aq shumë burimeve gëzimi, kënaqësie dhe lidhjeje, sa mungesa e njërit prej tyre nuk të shkatëron. Dhe ja çfarë dua të them me shumë gëzim: kur një grua e arrin këtë, kur ajo ndërton vërtet këtë qëndrueshmëri të brendshme, nuk ndryshon vetëm marrëdhënia e saj me burrat, ndryshon marrëdhënia e saj me gjithçka, me punën e saj, me shoqet, me familjen, me veten. Sepse e njëjta fuqi që të lejon të ruash qendrën tënde kur ai nuk të shkruan, është e njëjta fuqi me të cilën negocion më mirë në punë, vendos kufi të shëndetshëm në familje dhe zgjedh miqësi që vërtet të ushqejnë. Tani që i njeh 6 arsyet e vërteta të heshtjes mashkullore, vim te pyetja që me të vërtetë bën dallimin: çfarë do të bësh me këtë dije? Si do ta zbatosh në jetën tënde të vërtetë? Sepse të kuptuarit është vetëm hapi i parë. Njohuria pa zbatim është vetëm argëtim. Transformimi ndodh vetëm kur ti ndryshon reagimet, kur këto parime i përfshin në jetën e përditshme. Prandaj, po të them çfarë të bësh herën tjetër kur ai nuk të shkruan: bëj një pauzë përpara se të kapësh telefonin, përpara se ti dërgosh atë mesazh që duket i padëmshëm, përpara se të krijosh skenar në kokën tënde. Merr frymë thellë dhe pyet veten: çfarë më duhet mua tani, në këtë moment? Jo çfarë më duhet prej ti, por çfarë më duhet nga vetja. A kam nevojë për qetësi, lëvizje, një bisedë me një shoqe, kohë për një projekt, kohë vetëm për vete? Dhe pastaj bëje pikërisht këtë. Jepi vetes atë që të duhet, në vend që të presësh që ai ta bëjë. Sepse pikërisht aty ndodh magjia, kur fillon të bëhesh vetë burimi i kujdesit, i vëmendjes dhe i pranimit. Kur e trajton veten ashtu siç e meriton, atëherë automatikisht tërheq njerëz që të trajtojnë po ashtu. Heshtja e tij nuk është një urdhër për ta kërkuar, është një ftesë për të gjetur sërish veten. Çdo herë që ai nuk të shkruan dhe ti mbetesh e qëndruar,
çdo herë që nuk përgjigjet dhe ti vazhdon të përqendrohesh në jetën tënde. Çdo herë që ai zhduket dhe ti nuk zhdukesh nga vetja jote, ti ndërton diçka që askush s'mund të ta marrë kur forcën tënde personale. Dhe ja diçka që dua ta kuptosh thellësisht, kjo forcë e brendshme nuk është vetëm për të tërhequr më shumë burra. Kjo forcë ekziston për të të ndihmuar të jetosh një jetë më të mirë, për të fjetur në paqe, për të zgjuar me gëzim, për të marrë vendime nga qartësia e brendshme dhe jo nga frika. Sepse një gjë është ta kuptosh intelektualisht që nuk duhet të ndjekësh një burr që nuk të kërkon, por është diçka krejt tjetër ta ndjesh këtë të vërtet thellë në eshtra. Ta ndjesh që me të vërtet meriton dikë që përpiqet për ty, që komunikon me ty, që nuk të lë në paqartësi për qëllimet e tij. Dhe ja çfarë kam vërejtur të gjitha gratë që kanë kaluar nëpër këtë transformim, ato ndalojnë së justifikuari sjellje që më parë i kanë toleruar. Nuk shpikin më arsyetime për burra që nuk i vënë si prioritet. Nuk mjaftohen më me thërrime vëmendjeje, kur meritojnë tërgostin. E di cila është gjëja më çliruese në gjithë këtë? Kur ndalon së ndjekuri dikë që nuk të kërkon, krijon automatikisht hapësirë për dikë që do ta bëj. Kur ndalon së investuari energji në marrëdhënie të njëanshme, ajo energji mbetet me ty dhe ti e përdor për të ndërtuar diçka më të mirë. Kam marrë mesazhe nga gra që më shkruajnë pas një farë kohe, nuk mund ta besoj që më parë kam duruar kaq shumë heshtje. Nuk mund ta besoj që dikur e kam dëshiruar kaq shumë një përgjigje nga dikush që qartazi nuk kishte interes. Nuk mund ta besoj që vetë vlera ime dikur varri aq shumë nga vëmendja e burrave. Dhe pikërisht kjo është transformimi i vërtetë. Ti nuk ndryshon vetëm mënyrën si reagon ndaj heshtjes, ti ndryshon çfarë je e gatshme të pranosh. Ti ndryshon standardet e tua. Ti ndryshon marrëdhënien tënde me veten. Sepse ja e vërteta që duhet ta shkruash thellë në zemrën tënde, gruaja që qëndron e fortë, pa u lutur, pa u dorëzuar, pa e humbur veten, është gruaja që asnjë burr nuk e harron kurrë. Jo sepse është e vështirë për t'u fituar, por sepse është e pamundur për t'u zëvendësuar. E di pse është e pamundur për t'u zëvendësuar, sepse ajo nuk vepron sipas ndonjë skenari të mësuar për të tërhequr burra. Ajo është thjesht vetvetja, autentike. Jeton nga e vërteta e saj, nga forca e saj, nga qendra e saj. Kjo vërtetësi nuk mund të shtiret, nuk mund të kopjohet, nuk mund të zëvendësohet. Ajo është rezultati i viteve të punës së brendshme, i vetë zbulimit, i asaj njohurie të thellë se vlera e saj nuk varet nga pranimi i të tjerëve. Kur një grua e njeh vlerën e saj, kur nuk e kërkon me etje vëmendjen, kur mund të jetë e lumtur edhe vetëm, ajo rrezaton një energji që tërheq në mënyrë natyrale. Jo përmes manipulimit, por përmes autenticitetit. Jo nga nevoja, por nga mbushuria. Dua që të dish edhe diçka tjetër shumë të rëndësishme, jo çdo grua e arrin këtë pikë në të njëjtën kohë. Disa duhet të kalojnë nëpër shumë përvoja të dhimbshme përpara se të zgjohen te forca e tyre e brendshme. Të tjerat e kuptojnë menjëherë. Të dy rrugët janë të vlefshme. E rëndësishme nuk është sa kohë të duhet, por që të vendosësh me bindje se do të arrish atje. Që çdo ditë të marrësh vendime që të çojnë më afër asaj gruaje të fuqishme, të qëndrueshme që nuk lutet për dashuri, sepse e di se e meriton. Heshtja e tij mund të jetë një provë, një shpërqendrim, një konflikt i brendshëm ose thjesht mungesë interesi. Por reagimi yt ndaj asaj heshtjeje, ai përcakton kush je ti. Ai përcakton nëse do të dalësh prej saj më e fortë apo më e dobët. Dhe ja çfarë shoh gjithnjë e më shpesh gra që i shohin sfidat si mundësi për rritje, që i shohin pengesat si stërvitje, që dhimbjen e shndërrojnë në forcë. Këto gra bëhen të pandalshme, jo vetëm në dashuri, në gjithçka, sepse të njëjtat aftësi që të duhen për të ruajtur qendrën tënde përballë heshtjes mashkullore, janë po ato që të duhen për të pasur sukses në çdo fushë të jetës. Aftësia për të mos marrë gjërat personalisht, aftësia për të mos e lidhur vetvlerësimin me veprimet e të tjerëve, aftësia për t'i qëndruar synimeve të tua pavarësisht çfarë ndodh jashtë teje. Prandaj kur ai nuk të shkruan herën tjetër, mos pyet veten çfarë ke bërë gabim, por pyet çfarë mund të bëj drejt tani.
Në vend që ta presësh atë, gjej veten. Në vend që ti shkosh pas, krijo një jetë aq tërheqëse, sa ai të dëshiroj të bëhet pjesë e saj jo nga nevoja, por nga admirim. Në vend që të pyesësh, pse nuk më shkruan, pyet çfarë mund të krijoj sot. Në vend që të kontrollosh obsesivisht telefonin, kontrollo listën tënde të gjërave për të bërë. Në vend që të analizosh fjalët e tij të fundit, analizo hapat e tu të ardhshëm. Sepse në fund të ditës nuk bëhet fjalë për të deshifruar heshtjen mashkullore. Bëhet fjalë për të krijuar një botë të brendshme, aq të qëndrueshme, aq të pasur, aq të plotë sa heshtja e të tjerëve të mos mund ta tunë. Bëhet fjalë për të ndërtuar një jetë me kuptim, pasion dhe gëzim aq të thellë, sa mungesa e askujt të mos mund ta zbrazë. Bëhet fjalë për të qenë aq e plot me veten, sa çdo person që hyn në jetën tënde të jetë një dhuratë, jo një nevojë. Dhe kjo nuk do të thotë të bëhesh e ftohtë apo e mbyllur ndaj dashurisë. Përkundrazi, do të thotë të duash nga mbushuria, jo nga mungesa. Do të thotë të japësh më të mirën nga vetja sepse ke shumë për të dhënë, jo sepse të mungon diçka. Kur ta arrish këtë, kur vërtet ta jetosh këtë, do ta kuptosh se forca ka qenë gjithmonë brenda teje. Vetëm duhej të kujtohej, duhej ta riktheje, duhej vetëm të vendosje që e meriton të duhesh siç duhet nga dikush që qëndron sepse do, jo sepse e ke bindur ta bëj. Dhe tani dua të di cili nga këto 6 pika rezonoi më shumë me ty, a i gjete veten në ndonjë prej këtyre situatave? Ndaje përvojën tënde në komente sepse historia jote mund të ndihmojë një tjetër grua që po kalon pikërisht të njëjtën gjë. Mos ki frikë të jesh e sinqert. Çdo njerëz prej nesh i ka ndodhur të jetë në këtë pikë. Çdo grua në një moment e ka humbur fuqinë e saj. Dallimi është a vendos ti ta rikthesh atë fuqi apo jo. Mbaje mend, nuk je në këtë botë për të qenë zgjedhja e dytë e askujt. Je këtu për të qenë prioriteti yt vetja. Nuk je këtu për të lypur dashuri. Je këtu për të rrezatuar aq shumë dashuri për veten, sa të tërheqësh në mënyrë natyrale njerëzit që të vlerësojnë vërtet. Fuqia jote nuk qëndron në duart e dikujt tjetër që të kërkon ose nuk të kërkon. Fuqia jote qëndron në duart e tua. Përdore me mençuri. Nëse ky përmbajtje të ka ndihmuar ta shohësh heshtjen e një burri nga një këndvështrim tjetër, nëse të ka dhënë mjete praktike për të ruajtur forcën tënde personale, atëherë jepi një pëlqim këtij materiali dhe ndaje me një shoqe që ka nevojë ta dëgjojë, sepse së bashku jemi më të forta.